Ramazani, një mundësi dhe shanse e mirë për secilin prej neve, është momenti që ne të reflektojmë me veten, të rregullojmë raportin ton me Zotin, me veten, por edhe me njerëzit e tjerë. Krijuesi jon absolut e krijoi njeriun dhe atij ja mundsoi që të jetojë duke bashkëvepruar dhe duke bashkëfunksionuar me llojin e tij, me njerëzit e tjerë. Gjuha si organi ynë kryesor përmes të cilit arrim të komunikojmë në mënyrë konkrete me njerëzit e tjerë, na mundson që me ta të komunikojmë qoftë me fjalë të mira, me qasje të mira, mirë po fatkeqësisht në shumë raste njerëzit dinë edhe gjuhën e tyre ta kesh përdorin dhe nga gjuha e tyre të nxjerrin fjalë të cilat do të jenë të dëmshme, do të sjellin dëm, mërzi, pikëllim dhe do të shkaktojnë nervoz dikujt tjetër. Fetarisht, Zoti i Madhruar ka urdhëruar që rregullimi i raporteve tona të bëhet në bazë të komunikimit të mirë dhe të drejtë. Njëra nga format që ne të komunikojmë ose mënyra e përcaktuar prej Zotit që qysh në start obligohemi të komunikojmë në formën e tillë është përshëndetja me selam. Zoti i Madhreshëm përshëndetjen e parë mes njerëzve e urdhëroi që ajo të jetë selami, duke i kërkuar njeriut që përmes selamit ai do të bëjë dua tek Zoti i Madhreshëm për atë person dhe do të tregoj se komunikimi ynë do të ndërtohet mbi një bazë të shëndosh, të përcaktuar nga vetë ai si krijues e që është paqja. Komplet Islami jonë dhe komplet feja jonë, Kurani dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thrasin që komunikimi ynë, ndërveprimi ynë të jetë ndërtuar mbi paqe dhe stabilitet. Zoti i Madhreshëm urdhëron njeriun që të flasë mirë, njerëzve t'ju thot fjalë të buta. Kërkon dhe tregon se fjala e mirë është sadaka. Kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili tregon se ose i njofton njeriun duke i tërhequr vërejtjen atyre se nëse besoni Zotin dhe besoni botën tjetër, atëherë duhet të flesni fjalë të mira. Kemi një hadith tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke ja shpjeguar Muadh ibn Xhebelit një rast se çfarë në të vërtetë është Islami, ja shpjegon atij një pjesë duke e kurfizuar dhe duke sjellë në fund Islamin tek fjala e mirë, tek ruajtja e gjuhës tonë. Dhe ai habitet dhe e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a edhe për gjuhë do t'japim llogari? Ndërsa pejgamberi ja kthen se nëse shpërblehemi për të mirat që themi me gjuhën tonë, sigurisht do të ndëshkohemi për të këqija që flasim me gjuhën tonë. Andaj kujdesi jonë duhet jetë i theksuar në çdo kohë, në çdo moment të vitit, e në veçanti gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, duke e ditë se Ramazani nuk ka ardhur dhe nuk është qëllim që nga Ramazani ne vetëm të qëndrojmë duke abstenu ushqimin, pijen dhe gjërat e tjera të përcaktuara prej Zotit si të ndaluara në këtë fazë, mirë po në këtë grup sigurisht se kemi edhe kontrollimin e gjuhës tonë, kontrollimin e fjalëve tona dhe komunikimin tonë me të tjerët në mënyrën më të mirë të mundshme, duke mos guxuar që nga gjuha jonë të dalin fjalë të cilat do të nxitin urrejtje, do të mallkojnë ose nënçmojnë dikë. Mirë po muslimani i mirë kërkohet nga ai që me gjuhën e tij të flas fjalë dashamirëse, duke bërë dua për njerëzit e tjerë, duke sjell paqe, harmoni mes tyre dhe duke synuar që përmes gjuhës të rregullohen raportet tona me të tjerët, të përfitojnë zemrat e njerëzve, të rregullohen raporte të cilat mund të jenë të devijuara ose të rrezikshme nëse vazhdojnë si të tilla, e gjithë kjo do të arrihet me menaxhimin e vetëdijshëm të gjuhës tonë, duke ditë peshën dhe rëndësinë që Zoti i Madhreshëm i la këtij organi kaq të veçantë. Fjalët e mira, përveç që janë ilaç për komunikimin dhe rregullimin e raporteve ndërnjerëzore dhe për paqen e brendshme të individit, sigurisht se janë ilaçi më i mirë edhe në rregullimin dhe ushqimin e shpirtit tonë në raport me Zotin.
Zoti i Madhreshëm na porositi përmes pejgamberëve të ndryshëm dhe përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që nga gjuha jonë të themi fjalë të cilat në fetarisht ne i kuptojmë si dhikr për kujtim i Zotit, të cilat mund të jenë shumë të lehta në shqiptim, mirë po do të kenë peshë të rënd në peshojnë e veprave të mira, duke sugjeruar që të jenë fjalë që ai ka përzgjedh që tregojnë ose kanë synim madhrimin e Zotit, lavdrimin e tij, kërkimin e faljes nga ana e tij. Njëkohësisht fjalë tjetër për cilën ne ose komunikim tjetër të cilin ne e rregullojmë raportin tonë me Zotin është edhe përmes leximit të Kuranit familjar e që i bie të flasim fjalën më të mirë sepse jemi duke fol me fjalën e krijuesit tonë absolut.